Në një atmosferë shkëlqimi mbretëror dhe simbolik të fortë politike, darka e organizuar nga mbreti Frederik dhe mbretëresha Mary e Danimarkës u zhvillua në pallatin Amalienborg në Copenhagen në nder të 50 krerëve të shteteve dhe qeverive të BE-s dhe komunitetit politik evropian. Udhëheqësit evropian ndodhen në kryeqytetin danez për samitin e 7 të komunitetit politik evropian, i cili përqendrohet në forcimin e Ukrainës, sigurinë europiane dhe rolin e Europës në një mjedis gjeopolitik në ndryshim të vazhdueshëm, paraqitje të profilit të lartë. Në darkë morën pjesë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, presidenti francez Emmanuel Macron, kryeministri britanik Keir Starmer, kancelari gjerman Friedrich Merz, kryeministria italiane Giorgia Meloni, kryeministri shqiptar Edi Rama dhe shumë udhëheqës të tjerë si edhe princi Alberti i Monakos. Sipas revistës Bild Bladet, mbrëmja u përshkrua si një darkë pune. Me një kod veshjeje profesional, mbreti Frederik u shfaq me kostum në vend të uniformës ushtarake, ndërsa mbretëresha Mary zgjodhi një kostum elegant, gjurmë krem me një xhaketë të zezë. Shumica e udhëheqësve femra ndoqën të njëjtin stil, me Ursula von der Leyen dhe Giorgia Meloni që zgjodhën nuancat të ngjyrës bezh. Mesazhi i mbretit. Në fjalën e tij, Frederik dërgoi një mesazh uniteti dhe përgjegjësie. Si europian, ne mbajmë një pjesë të jetës së njëri tjetrit në duart e njëri tjetrit dhe ja kemi borxh të kaluarës, të tashmes dhe të ardhmes son. Ta mbajmë këtë përgjegjësi me kujdes. Bota po ndryshon, siguria dhe vlerat e Europës janë nën presion. Askush prej nesh nuk mund t'i përballojë këto sfida i vetëm. Menuja. Vakti përfshinte merluc të Groenlandës me algadeti Kattegat, emulsion karavidheje dhe lëkur pule. Marshmallow nga bregu perëndimor i Danimarkës me kurpudha chanterelle, kroketa qëngjit gatuara ngadalë me djath krokant dhe pure kungullin, ndërsa për ëmbëlsirë ftuarit shijuan një përbërje me çokoladë dhe arra me ganashkos, komposto molle dhe hir deti me karamel.